Struga ka qenë gjithmonë një vend ku njerëzit njihen jo vetëm për bukurinë e qytetit, por edhe për zemrën e tyre të madhe. Tradita e ndihmës dhe solidaritetit është trashëguar brez pas brezi, duke e bërë bamirësin pjesë të identitetit ton kulturor. Çdo akt i vogël mirësie, çdo derë e hapur dhe çdo zemër e gatshme për të ndihmuar e bën komunitetin strugan më të fortë dhe më të bashkuar. Ka sa kohë që është hapur kjo qendër për fëmijët me nevoja të veçanta? Ne gati bëjmë, domethënë qendra në 21 dhjetor, për shumë brenda sa i bie, brenda 10 ditëve, ne bëjmë 3 vjetorin. Pra jemi gati 3 vite që funksionojmë si qendër. Si funksionon? Është suksesshëm për qytetin? Ka interes të qytetit? Ka shumë interes, si fillimi ka qenë i vështirë si çdo fillim, megjithatë me bashkë themeluesit ton për shembull me Raising Fondet, me fondacionet këtu brenda dhe një pjesë shumë të rëndësishme të bizneseve brenda këtu në qytet dhe jashtë, ne kemi dhe bashkëpunim patjetër dhe me komunën. Ne kemi arritur që ta bëjmë funksionale qendrën. Domethënë kemi 3 vite që funksionojmë shumë mirë, domethënë me kushte optimale, brenda ky është objekti të cilën e filluam dhe për këto 3 vite jemi po funksionojmë, domethënë funksionojmë mirë. Juve jeni në kohë Ne arrim që të komunës ose jeni e pambarur si? Ne jemi domethënë bashkëpunim me komunën, domethënë nuk është se jemi tërësisht në kuadër të komunës, por ne bashkëpunojmë me komunën. Domethënë jemi si provider që komuna i realizojmë nevojat që komuna do duhet për shembull të kujdeset për këtë kategori të fëmijëve. Me cilat kategori? Ne zakonisht jemi qendër kujdesi. Ne jemi qendër kujdesi që do thotë domethënë fëmijët të cilët vinë me domethënë sindrom Down, me domethënë sindroma të lehta, domethënë me jo shumë të vështira sepse jemi qendër për kujdes, domethënë nuk jemi qendër për trajnim, pra ka një dallim. Ne jemi kujdes, por qendër për trajnim të veçantë, pastaj ka tjetër kujdes, ka tjetër trajnim, domethënë tjetër. Ne jemi vetëm brenda kujdesit. Domethënë fëmijët për prindërit të cilët mos kjo është një lloj lehtësimi për prindërit që kanë për shembull fëmijë të tillë që mund të vinë të sjellin gjatë ditës dhe ne kujdesemi brenda ditës për ta. Dhe është një lehtësim për ta, domethënë, për prindërit që të kryejnë obligimet e nevojshme gjatë. Sa fëmijë keni gjithsesi? Ne kemi 20 fëmijë të regjistruar. Por që domethënë që çdo ditë vinë nga 12-15, varësisht nga dita, varësisht edhe nga situata që ata secili ka në familje. Por qendra është e hapur gjithmonë. Si keni orarin e fëmijëve në qendrim? Nga ora 8, domethënë fëmijët vinë nga ora 8 në mëngjes, kanë një mëngjes të lehtë dhe fillojnë me aktivitetet. Kemi një plan për shembull gjatë ditës deri në ora 3:30-4, ata kanë aktivitet, kanë edhe drek, domethënë është edhe përfshirë edhe dreka. Ata kanë, domethënë gjatë kanë aktivitete, kanë një mëngjes të vogël, fillojnë aktivitetet, për shembull fjala vjen nga ora 9 deri në ora 9:30 ka një aktivitet sportiv, pak bëjnë ushtrime sportive që ata të fillojnë të funksionojnë dita. Pastaj kanë aktivitete të tjera, domethënë detyra të ndryshme, domethënë vizatime, çështje kreative që vetë edukatorët ua kanë japin dhe ata i realizojnë gjatë ditës. Kjo qendër është mjaftueshme me hapësira për kërkesat e... Kjo është ajo që ne, domethënë kemi në bashkëpunim tani edhe me kryetarin edhe me komunën, jemi në diskutim dhe po punojmë, sepse kjo hapësirë, domethënë ne kemi shumë donator dhe kemi shumë mundësi për ta zgjeruar, por hapësira nuk na premton. Domethënë kjo hapësirë është e vogël më për të realizuar gjithë idenë dhe projektin që ne kemi për fëmijët. Dhe në të ardhmen ne jemi duke punuar edhe me bizneset që të arrijmë një hapësirë më të madhe. Domethënë ajo është që na nevojitet për momentin, na nevojitet një hapësirë për patur më shumë ambiente sportive, kreative,
ku fëmijët mund të realizojnë brenda ditës, sepse kjo është rreth 100 katror, ku kemi vetëm 2 klasë, një korridor të vogël ku fëmijët e përdorin për relaksim, pushim gjatë ditës, por kemi nevojë për hapësira. Do të thënë realisht natyrshëm kemi nevojë për hapësira, kemi nevojë për edhe hapësira jashtë ku fëmijët mund të organizojnë aktivitete të ndryshme, jo vetëm brenda ambientit, por edhe jashtë, një obor më të gjerë me lojra të ndryshme dhe shumë objekte të tjera të cilat janë të nevojshme për këtë katër. Kështu kjo është ajo që na duhet në të ardhmen dhe ne vazhdojmë të punojmë. Shpresoj me kryetari i ri na ka dhënë dritë jeshile në këtë pyetje dhe bashkëpunon shumë ngushtë dhe shumë interesuar që të realizojmë një hapësirë me kismet. Edhe ju faleminderit. Bamirët si Strugan nuk janë thjesht njerëz që japin, ata janë njerëz që shpresojnë, që besojnë dhe që veprojnë. Ata ndihmojnë familjet në nevojë, mbështesin të moshuarit, gëzojnë fëmijët dhe kontribuojnë në projekte që ngrenë qytetin. Shumë prej tyre veprojnë e heshtje, pa kërkuar lavdi, duke e ditur se veprat e mira vlen më shumë se çdo fjalë. Shembujt e tyre frymëzojnë edhe tregojnë se bashk mund të bëjmë ndryshime të mëdha. Ky donacion vjen nga shoqata Plisa Zvicër në bashkëpunim me shoqatën Bamiri Strugan. Në thellësisht i falenderojmë ato që ndan një buxhet të caktuar për 1.000 euro për shoqatën tuaj, për këto fëmijë të kësaj qerdhe dhe jemi shumë të kënaqur që ato na zgjodhen neve për të shpërndarë tek ju. Sot më shumë se kur, Struga ka nevojë për njerëz që dinë të japin, dinë të shohin për te vetes. Njerëzit e Strugës që jetojnë veprojnë jashtë vendit janë bërë shtylla më e fortë e kësaj bamirësie. Ata që jetojnë në Mërgat, ata nuk harrojnë preardhjen e tyre, nuk harrojnë qytetin e tyre. Shembulli i kësaj janë edhe Plisat e Zvicrës, të cilët vazhdojnë të jenë pranë organizatës sonë në çdo nisme humane, duke treguar se zemra strugane rreh fort kudo që të jetë. Të bashkohemi, të mbështesim bamirësit tanë dhe të falenderojmë për kontributin e tyre të pashtershëm çdo mërgjimtar. Çdo ndihmë sado e vogël është një hap drejt një Struge më të drejtë dhe më të ngrohtë dhe më njerëzore. Le të vazhdojmë këtë traditë të artë të japim shembull brezave të rinj që vinë pas nesh. Kjo organizat kujdeset me zemër dhe për fëmijët në nevojë, të cilët në këto ditë festash u rikthehet buzëqeshja. Mbështetja juaj kudo që jeni e bën më humane, më të gjallë dhe më të vlefshme këto festat e fundvitit.